1 prill të vitit 1945, shqiptarët përkujtojnë me dhimbje masakrën serbo-malazeze ndaj mijëra rekrutëve kosovar në Tivar të Malit të Zi. Në përfundim të luftës së dytë botërore, komunistët jugoslav, të drejtuar nga kroati Josip Tito dhe serbi Aleksandar Ranković, vendosën të shkatronin një herë për gjithmonë kundërshtarët e pushtetit të tyre në mesin e popullit të Kosovës. Duhet sjell në vëmendje që shumica e territorit të Kosovës, gjatë viteve të luftës së dytë botërore, u bashkua me shtetin Am, në kuadrin e një Shqipërie të madhe, të projektuar nga pushtuesit italian. Fashistët e kuptuan në kohë se një veprim i tillë do të ndikonte sidomos te shqiptarët e Kosovës, të shtypur dhe keq trajtuar nga regjimi jugosllav. Llogarit rezultuan të sakta. Shqiptarët e Kosovës së shumti e mbështetën protektoratin italian dhe pas vitit 1943 edhe atë gjerman. Pikërisht gjatë kësaj periudhe kohore, shqiptarët e Kosovës nisën të ndiheshin zot në shtëpitë e tyre, të kishin administratat e tyre të pushtetit vendor, gjandarmërinë e të tjera. Por situata u bë rrezikshme në fund të luftës së dytë, kur gjermanët nisën të tërhiqeshin. Pikërisht pas tërheqjes së forcave gjermane, me qëllim për të bërë zap shqiptarët e Kosovës, komunistët jugoslav nisën zbatimin e një plani djallëzor. Sipas studiuesit Robert Elsi, rreth 30.000 deri në 50.000 burra u rekrutuan për të dërguar në front, për nevojat e forcave të armatosura jugoslave në Serbi, Bosnjë, Hercegovinë, Kroaci dhe Sloveni. Kjo u bë jo vetëm për të forcuar radhët e ushtrisë jugoslave dhe përpjekjet e luftës, por gjithashtu edhe në veçanti për të shmangur çdo rezistent të mundshme antikomuniste në Kosovë, duke nxjerrë jashtë vendit sa më shumë të mundnin nga burrat në moshë të re. Masakrat ndaj popullsisë së pambrojtur dhe sidomos urdhri për rekrutime masive i detyron kosovarët të marrin armët dhe të ngrenë krye kundër pushtetit të ri komunist. Instikti u thoshte se zbrazja e Kosovës nga meshkujt e aftë për të mbajtur armë ishte rezultat i një marrëveshjeje djallëzore për të lënë popullsinë të pambrojtur. Kryengritja e drejtuar nga Shaban Pollusha, i cili kishte refuzuar të shkonte të luftonte në front me gjermanët, shpërthej në Drenic duke detyruar komunistët jugoslav që të përdorin ushtrinë e rregullt për ta shtypur. Ndërkohë, rekrutët kosovar të moshave 15 deri në 45 vjeç, të cilët nisën të mblidheshin nga 15 janari 1945, u trajtuan si të ishin robër lufte. Grumbullimi i tyre përpara nisjes së marshimit drejt Tivarit u bë në qytetin e Prizrenit. Mëtej, me skalione që kapnin mira vet, ata udhëtuan përmes territorit shqiptar, Kukës, Puk, Shkodër, me qëllim për të mbërritur në frontin e luftimeve, që ishte diku mes Kroacisë dhe Slovenisë. Por qëllimi i vërtet nuk ishte ky. Qëllimi ishte që shqiptarët e Kosovës të eliminoheshin gjatë rrugës. Kurthi ngrihet në qytetin e Tivarit. Viktimat do të ishin kosovarët e skalionit të dytë, që numëronte rreth 3.500 burra. Rreth 2.500 prej tyre u mblodhën në oborrin e ndërtesës së monopolit të duhanit, ndërsa 1.000 të tjerë mbetën jashtë. Azem Hajdini, një nga të mbjetuarit, ka dhënë këtë dëshmi. Kur mbërritëm në Tivar diku midis orës 12 dhe 13, ndihej në të gjithë qytetin se ushtria dhe popullsia civile po mobilizoheshin dhe po merrnin armët. Ata po vinin në drejtimin tonë. E kuptuam se ishte një kurth. Pata përshtypjen se asnjë zog nuk mund të ngrihej lart dhe t'i shpëtonte pritës. Sipas një tjetër të mbjetuari, fillimisht ushtarët serb dhe malazes u derdhën mbi kosovarët, duke i therrur me thika dhe bajoneta, dhe vetëm kur u lodhën, nisën të përdornin automatikët dhe bombat. Sot historiografia ende nuk ka shifra të sakta se sa rekrut kosovar u vranë gjatë masakrës së Tivarit, si dhe gjatë marshimit të kolonave për të shkuar deri në frontin e luftimeve. Edhe pse të mbjetuar dhe dëshmitar flasin për mira, historiografia e Enver Hoxhës është mbrojtur me tezën që thoshte se rekrutimet në Kosovë u bën me qëllim që të luftojë fashizmi dhe përmes këtij veprimi t'u tregojë fuqive fituese të luftës se populli i Kosovës ishte rreshtuar në anën e tyre. E papërmendur dhe pothuaj e panjohur gjatë diktaturës shqiptare, e zvogëluar dhe justifikuar nga serbo-malazezët e epokës së komunizmit jugoslav dhe mëtej, masakra e Tivarit ka mbetur e pahetuar, e pastudiuar, pa përgjegjëse përgjegjësi, por edhe e pazhdëmtuar, pa ndjes publike, pa varre, madje pa asnjë pllakat, qoftë rëndomt
për kujtimor.